Bashkia e Shkodër ka vijuar ndërhyrjet për lirimin e hapësirave publike të zona në mënyrë të paligjshme përgjatë vijës bregtetare të Velipojës. Që në orët e para të mëngjesit, strukturat e policisë bashkiake kanë qenë në terren për të ndaluar çdo tentativë të zaptimit të hapësirës publike të dedikuar përpushuesit. Në kuadër të këtij operacioni janë vendosur gjoba administrative dhe janë sekuestruar çadra dhe shezllone të vendosura në kundërshtim me rregullat. Drejtori i policisë bashkiake Semir Rustemi theksoi se kjo fushat do të vazhdojë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit turistik. Kemi konstatuar që disa subjekte nuk e kanë marrë seriozisht reagimin ton gjatë këtyre ditëve. Siç e shikoni, sot që në orët e para të mëngjesit, ne kemi konstatuar një subjekt i cili ka zaptuar pjesën publike të plazhit. Reagimi është ky. Janë sekuestruar një numër i madh çadrash dhe shezllonesh. Dua ta theksoj se qëllimi jon nuk është ndëshkimi, por do të jemi në mënyrë strikte pa tolerim për çdo subjekt që do të zaptojë këto hapësira. Çdo ditë, 24 orë në ditë, do jemi në kontrollin e këtyre hapësirave. Është caktuar një patrullë policie e cila do jetë vazhdimisht e ngarkuar me këtë detyrë. Pra do të kontrollojë vetëm zaptimin e hapësirave publike. Ai falenderoi të gjitha strukturat për bashkëpunimin dhe qytetarët që kanë mbështetur këtë aksion duke kontribuar në mbarvajtjen e sezonit turistik.